E tash, këtu e përmendën se gjaku i mustahadas, i gruas që ka gjakderdhje jashtë ciklit dhe jashtë lehonis, nuk bën që të ndalohen ato gjëra që i ndalohen asaj që është në lehoni dhe në ciklin mujor. Por, kjo grua, në më thënë që ka istihada, dispozita e kësaj është e një lloj sikur ndonjë person i cili ka gjakderdhje nga hunda. Edhe vazhdimisht ka gjakderdhje, nuk i ndërpritet. Ose një lloj sikur ai person që nuk i ndalet urina. Vazhdimisht rrjedh nga pak. Ju keni ndëgjuar ndoshta, ka persona të tillë, sidomos prej kësaj smundje vuajnë më tepër ata persona të cilët nuk kanë kujdes sa duhet gjatë kryerjes së nevojës së vogël, për shembull e kryen nevojën në kam dhe nuk ulet. Ashtu e ka bërë tradit, ndërsa me parimet islame mirë është që njeriu edhe gjatë kryerjes së nevojës së vogël të ulet, të pastrohet mirë dhe pastaj të çohet. A kështu në shpejtësi, në kam, është e problem. Pastaj ju e keni dëgjuar edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot se shumica e dënimit të varrit është një prej atyre çka është nuk pruhet, nuk është i kujdesshëm prej urinës, gjatë kryerjes së urinës, prej atyre stërprikmeve me urinë. Prandaj, ndoshta dikujt për shembull i shkon ndërmend thot se valla shumë rënd ndoshta unë të ulem. Njeriu nëse e bën tradit, do ta shohësh se me të vërtet do t'jese shumë zorë që mos e bësh një gjë të tillë. Prej në kom ta kryesh nevojën do t'jese zorë atëherë. Prandaj është e rënd një javë apo një 10 ditë, nëse mundohesh ta bësh të zakonshme një gjë të tillë, do të thënë ulesh, do ta shohësh se do t'jese e kundërta zot. Pra, kjo grua e cila është me këtë lloj të gjakderdhjes, mustahada, është një lloj sikur të uzërlit tjerë, që kanë uzër, domethënë që kanë arsye të falen ashtu me atë gjakderdhje, apo me atë urinë, për shembull, urina rrjedh, ai ka të drejtë ta falë namazin, apo ta prekje Kur'anin, edhe kështu me radhë. Ose një lloj është sikur me atë person i cili ka me medicinë, nuk e di si i thonë, po me siguri ka domethënë term special, vazhdimisht gaznat i dalen, edhe nuk mund t'i mba. Pra edhe ky person është uzërli. Po ashtu uzërlian edhe personat të cilët kanë ndonjë varë, edhe ajo vara vazhdimisht rrjedh. Pa marrë parasysh domethënë a gjak rrjedh apo qelp rrjedh.